Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës zhvilloi mbledhjen e radhës ku miratoi disa projekt vendime me rëndësi sociale, ekonomike dhe infrastrukturore. Gjithashtu shqyrtuan projekt vendime për shpronësime në kuadër të ndërtimit të bypassit në qendrën historike si pjesë e projekteve zhvillimore të qytetit. Libova përfshihet në nismën kombëtare paketa e maleve ku 2 zona të saj janë përzgjedhur për zhvillimin e turizmit malor dhe agroturizmit. Paketa e maleve pritet të ndikojë drejt për drejt në forcimin e ekonomisë lokale dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së komuniteteve malore të Libohovës. Prej një dekade, shtëpia gjeniu të letrave shqipe Ismail Kadare funksionon si muze duke pritur kështu vizitor nga vendi dhe bota. Edhe në këtë ditë që përkon me 90 vjetorin e lindjes së tij, nuk kanë munguar vizitorët, të cilët u bën edhe pjesë e aktivitetit të organizuar në ambientet e saj. 90 vjet Kadare, gjenit nuk vdesin. Joan Landili është një nga ato rinj që po jep një drejtim të ri turizmit në qarkun e Gjirokastrës. Si operator turistik, ai promovon destinacione natyrore dhe historike, duke e parë turizmin jo vetëm si mundësi ekonomike, por edhe si një formë aventure dhe lidhje me natyrën. Iniciativa e tij po tërheq gjithnjë më shumë interesin e vizitorëve vendas. Ju njohim tani më gjerësisht. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës zhvilloi mbledhjen e radhës ku miratoi disa projekte vendime me rëndësi sociale, ekonomike dhe infrastrukturore. Gjithashtu shqyrtuan projekt vendime për shpronësime në kuadër të ndërtimit të bypassit në qendrën historike si pjesë e projekteve zhvillimore të qytetit. Në Gjirokastër u zhvillua sot mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak ku prioritetën mori projekt vendimi për një shtesë në vendimin e Këshillit Bashkiak për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2026-2028 dhe buxhetit vjetor 2026, shtesa lidhej me financimin e projekteve CERV dhe KROS me qëllim përballimin e situatave të emergjencave civile. Janë krijuar nga Bashkia komisionet për verifikimin e dëmeve. Janë për verifikimin e dëmeve. Janë një nga ata që kam shumë dëme, po janë edhe shumë të tjerë dhe nuk ka njeri të shikojë se ç'është bërë me dëmet. Dhe grupet kur kanë ardhur në datën 11 nuk i kanë ditur që Varoshi kishte probleme. Dhe rruga e Varoshit është shumë keq. Po na prishin makinat. Që pushave juve të projektit të lagja shikon një shtëpi e shërzuar i ka zënë grupën projekt. Një pritër madhe që ka qenë atje është lejuar nga bashkitë e Gjirokastrës ka qeverisur Partia Socialiste, është bërë parkim për hotelet. Pra ne kemi bërë dhe evakuimin e banorëve dhe i kaluam dhe me bonus qeraje. Nga Ministria e Mbrojtjes janë hap thirrje për infrastrukturë, për mjete, dhe ne do aplikojmë për plotësim fishat të tyre. Po do të kuptoni një gjë që kur aplikojmë në një fish, nuk është vetëm plotësimi i atij formati, por do të kesh një projekt. Projektet blehen. Ficës ju do ta dini shumë mirë, sepse kemi kaluar Këshilli Bashkiak po blen projektin. Kështu po hartoj projekti. Gjatë mbledhjes anëtarët e Këshillit Bashkiak diskutuan edhe pikat e tjera të rendit të ditës. Debat pati veçanërisht për pikën 5, projekt vendimin për miratimin e listës së parcelave kullosore verore dhe dimërore, ku paraqiten qëndrime të ndryshme nga këshilltarët. Se është i njëjti material që ka ardhur vitin e kaluar. Ne kemi miratuar vitin e kaluar, planin e kota për këto probleme dhe këto janë në inventarin vitin e kaluar. Ju me të njëjtin gjë keni bërë dhe si vetë. Vetëm keni ndruar emrat e firmtarëve. Vjet firmos X-i, si vjet firmos Y. Bashki Gjirokastër i ka kaluar në pronësi të gjithë kullotat që janë sipas listës inventarit bashkangjitur. Tani çfarë do? Rast pas rasti mund të depozitohet në hipotekë atë vendime të Agjencisë së Kompensimit të Pronave. Dhe për këtë arsye, për shkak të përplasjes, ne jemi detyruar që të heqim nga inventari. Pra ky është i gjithë fenomeni dhe procesi ligjor. Pas diskutimeve dhe shqyrtimit të gjitha projekt vendimeve, Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës miratoi unanimisht të gjitha pikat e rendit të ditës. Libohova përfshihet në nismën kombëtare paketa e maleve, ku 2 zona të saj janë përzgjedhur për zhvillimin e turizmit malor dhe agroturizmit. Paketa e maleve pritet të ndikojë drejt për drejt në forcimin e ekonomisë lokale dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së komuniteteve malore të Libohovës.
Turizmi malor po fiton gjithnjë më shumë terren në Liboov dhe në jug të vendit, duke u kthyer në një nga drejtimet kryesore të zhvillimit turistik të zonës. Potencialet natyrore, peizazhet malore dhe trashëgimia kulturore po tërheqin gjithnjë më shumë vëmendjen e vizitorëve. Sipas nënkryetarit të Bashkisë së Liboovës, Xhelil Tosuni, në kuadër të nismës së paketës së maleve në këtë bashki do të përfshihen 2 zona, të cilat vlerësohen për resurset e tyre natyrore dhe mundësitë që ofrojnë për zhvillimin e turizmit malor. Në përcaktuar vendet, në Bashkinë e Liboovës kemi caktuar komplet të gjitha njësinë administrative zagorie, që të përfshihet e paketa e maleve. Gjithashtu kemi caktuar edhe një zonë në pjesën mbi Liboov, në pjesën e quajtur Evani, diku te 50 hektar, e cila kap dhe pjesën e Liboovës dhe një pjesë nga njësia administrative Qendër, diku afër Nepravishtes, fshatit Nepravisht. Paketa e maleve pritet të ketë një ndikim të rëndësishëm edhe për banorët që jetojnë në këto zona, duke krijuar mundësi të reja për zhvillim ekonomik, punësim dhe mbështetje të bizneseve lokale. Do të ketë ndikim më tepër në pjesën e turizmit, do të ketë një zhvillim te pjesa e turizmit, si dhe do ndikojë disi tek të ardhurat ekonomike të banorëve të zonës. Në këtë pjesë të hartës ku është caktuar, domethënë nuk është se ka aktualisht, nuk është se ka shumë. Mund të ketë disi pak në pjesën e Zagorisë, po te kjo harta që kemi caktuar në Liboov nuk është se nuk ka asnjë investim për momentin. Autoritetet vendore shprehen se kjo nisëm synon jo vetëm rritjen e turizmit, por edhe përmirësimin e cilësisë së jetesës për komunitetet që jetojnë në këto zona malore. Shkrimtari i shquar Ismail Kadare lindi në 28 janar të vitit 1936 në lagjen Palorto të Gjirokastrës. Në këtë 90 vjetor, ministri Blendi Gonxhia, duke e cilësuar si një kolos të letrave shqipe, shprehet se Gjeniu Kadare la pas një testament të përjetshëm, një vlerë të paçmuar, shenjues të identitetit ton kombëtar. Por ulemi plot nderim përpara madhështisë së një prej shkrimtarëve më të shquar të letërsisë shqiptare, i paharuar, shprehet ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia. Ismail Kadare ishte shkrimtari shqiptar më i shquar brenda dhe jashtë kufive të vendit. Me generalin e ushtrisë së vdekur në vitin 1963, pena e Kadares i ka përceu kufijtë të dheut me gjithë izolimin komunist. Kadare është dekoruar nga presidenti i Republikës së Shqipërisë me urdhrin deri kombit. Prej vitit 96, shkrimtari shqiptar u bë antar i asociuar përjetësisht i Akademisë së Shkencave Morale dhe Politike të Francës. Në tetor 2023, presidenti francez Emmanuel Macron në Tiranë e ngriti në gradën e oficerit të lartë në urdhrin e Legionit të Nderit. Prej një dekade, shtëpia e gjeniu të letrave shqipe Ismail Kadare funksionon si muze, duke pritur kështu vizitor nga vendi dhe bota. Edhe në këtë ditë që përket me 90 vjetorin e lindjes së tij, nuk kanë munguar vizitorët të cilët u bën pjesë edhe e aktivitetit organizuar në ambientet e saj. 90 vjet Kadare, gjenit nuk vdesin. 90 vjetori i lindjes së gjeniu të letrave shqipe Ismail Kadare është përcjell me organizime të ndryshme në Gjirokastër, ku në qendër patën jetën dhe krijimtarinë e shkrimtarit shqiptar që na ka bërë krenar në gjithë botën. Ato nisën nga shtëpia e tij e lindjes, e cila prej vitesh funksionon si muze, me pjesëmarrjen e nxënësve dhe studentëve. E lekët ikën fill pas teje, si stofi keq u zbe vlerimi, dhe ngjajnë toka, pylli reja me negativin e një filmi. Jam shumë e lumtur që neve kemi një shkrimtar që jo vetëm Shqipëria, por dhe në botë e kujtojnë gjithmonë për veprat e tij, për bisedat e tij gojëmbël, më të themi ne nga Gjirokastra, dhe jam shumë krenare që jam pjesë e këtij aktiviteti sot. 28 janari është dita ku ne përkujtojmë gjeniun e letrave shqipe, pavarësisht ai nuk është sot mes nesh, do të jetojë gjithmonë në zemrat tona. Kemi pasur një aktivitet shumë të gjallë me interpretimin
punime nga poezitë e tij MNZ, ndërkohë që studentët kanë organizuar, kanë bërë të mundur edhe një ekspozit me vepra të ndryshme. Ata janë bazuar në veprat e Kadares, ku kanë marrë frymëzim dhe kanë sjell pamje nga qyteti, punime nga Prilli Thyer, Kronik në Gur, gjimnazin ku shkrimtari ka kryer studimet e mesme. Është kënaqësi për ne si stafi muzeut që të bëjmë këta aktivitete dhe jo vetëm sot, por çdo ditë ta nderojmë këtë shkrimtar të madh i cili la pas një pasuri shumë të madhe. Modeli Kadare është pasqyra jon. I hapi dyer si sot 10 vite më parë, shtëpia e shkrimtarit me famë botërore Ismail Kadare është kthyer në asetet turistike më të frekuentuara të Gjirokastrës, duke marrë çdo vite më tepër interesin e vizitorëve vendas dhe të huaj. Tashmë bën 10 vjet që Muzeu Kadare ka hapur dyert për vizitorët dhe nuk është thjesht një muze, por është një tempull i letërsisë dhe kjo është vënë re gjatë gjithë këtyre viteve. Sigurisht që me kalimin e viteve numri i vizitorëve është rritur në qytetin e Gjirokastrës dhe rrjedhimisht edhe pranë shtëpisë Kadare, ky numër ka ardhur në një rritje goxha të madhe, ku kryesisht janë vizitorët francezë nga ata të huajt që janë më kureshtar për shtëpinë ku lind gjeniu i letrave shqipe, sepse siç dihet vepra e tij është përkthyer më tepër në frëngjisht se sa në gjuhët e tjera. Gjithashtu kemi dhe vizitor vendas, sepse Kadarea është një pasuri tashmë ndërkombëtare dhe vepra e tij është përkthyer në mbi 50 gjuhë dhe harta gjeografike nga vijnë këta vizitorë është shumë e larmishme. Vitin që lam pas kemi arritur diku te 10.000 vizitor, ku krahasuar me vitet e para që muzeu është hapur, kemi një 3 fishim apo 4 fishim të numrit të vizitorëve. Dhe shpresojmë që edhe ky vit jetë akoma dhe më i mbarë. Në një stend të veçantë të muzeut qëndron edhe libri për shtypjeve, ku çdo kush mund të lërë shënimin e vet. Sot me klasën tonë, klasa 12 bën nga gjimnazi Siri Shaplo, kemi ardhur në këtë përvjetor të shkrimtarit të madh Ismail Kadare, i cili është një emblem për qytetin tonë dhe ne krenohemi gjithmonë me poezitë dhe thëniet e tij, gjithashtu vura dhe një thënie të tij tek libri është jashtë dënimi më i fortë. Dhe shpresoj që të jetë gjithmonë i paharruar në letërsinë e tij të madhe që ka shkruar dhe që na ka lënë në kujtim. Unë është një thënie të tij, letërsia është kujtesa e një kombi. Kemi ardhur sot si një grup studentësh për të vizituar shtëpinë e Ismail Kadares, për të mësuar më shumë për historinë e tij dhe për ta kujtuar, le të themi. Ismail Kadare u nda nga jeta në një korrik të 2024-s, duke na lënë pas një krijimtari të pasur e cila është përkthyer në 45 gjuhë të botës. 90 vjet Kadare, gjeniu i letrave shqipe. Nën këtë titull, Biblioteka e qytetit të Gurt ka çelur ekspozitën me vepra të shkrimtarit të njohur gjirokastrit. Ekspozita u vizitua edhe nga nxënës të shkollave, të cilët interpretuan pjesë nga krijimtaria e tij. Janë nxënës të gjimnazit gjuhësor Pandeli Sotiri, zgjodhen ta përkujtojnë 90-vjetorin e lindjes shkrimtarin Ismail Kadare nga Biblioteka e qytetit të Gurt. Të rinjt përcollën pjesë nga poezia dhe proza e tij ndër vite. Tani në fusha shkoj menduar, ku nis të fryj erë e ftohtë, ku camullar të gjysmuar, duken që larg si Don Kishot. E ti je i huaj, dhe që je një prej atyre që na kanë vrarë, kjo duket që la. Nga shenjat që mban duket që kemi shtërinë e mallkuar të zaktimit. Sot është 90 vjetori i gjuhëtarit të madh Ismail Kadare dhe sot jemi mbledhur disa nxënës në bibliotekë për të nderuar poezitë e tij dhe të kujtojmë akoma se veprat e tij janë të gjalla për ne. Unë personalisht kam zgjedhur të interpretoj poezinë në gjuhën shqipe nga Ismail Kadare, pasi tregon vështirësitë që ka kaluar gjuha jonë dhe kombi jonë për të arritur në këtë pikë dhe për të kujtuar se gjuha shqipe ka qenë dhe do të mbetet një nga gjuhët më të bukura në botë. Unë kam zgjedhur poezinë Kristal të Ismail Kadares, pasi më pëlqen më shumë. Ishte kënaqësi për mua të interpretoja poezinë e poetit me famë botërore, krenarin e qytetit tonë. Në këtë kuadër, Biblioteka Apostol Meksi çeli një ekspozit me gjithë veprat e kolosit të letrave shqipe. Ekspozitën e paraqesim gjithë krijimtarinë e Kadares, që nga fillesat e tij që ka shkruar, pra botimin e parë që kemi frymëzime djaloshare, deri te krijimi i fundit që ka bërë ai. Këtu në bibliotekë kemi prozën e tij, kemi poezinë,
kemi çdo gjë që ai ka shkruar. Përveç krijimtarisë së tij, ne në ekspozit kemi paraqitur edhe botime që janë shkruar për Kadaren, autor të ndryshëm që kanë folur për të. Ndërkohë kemi edhe botimet në gjuhë të huaj, sidomos Kronik në gur që e kemi në gjuhën angleze dhe italiane. Kadarea ka qenë dhe do të mbetet një nga autorët më të kërkuar në bibliotekën tonë. Jo vetëm nga të rriturit, por edhe nga shkollat, të cilët përveç se kanë në programin e tyre shkollor, por që vinë shumë të rinj edhe kërkojnë me dëshirën e tyre. Kadari është një prej figurave më të ndritura të letërsisë shqiptare dhe asaj botrore. Ky aktivitet u organizua me qëllim vlerësimin e trashëgimisë së jashtëzakonshme letrare që i la kulturës sonë kombëtare. Ushqimi që konsumojmë çdo ditë i nështrohet kontrolleve të vazhdueshme nga institucionet përgjegjëse. Megjithatë, shqetësimi i qytetarëve mbetet i pranishëm. Ekspertët vlerësojnë se krahas monitorimit zyrtar, edhe konsumatorët duhet të tregojnë kujdes për cilësinë, origjinën dhe mënyrën e ruajtjes së produkteve ushqimore. Siguria ushqimore është një ndër çështjet kryesore jo vetëm në vendin tonë, por në mbar botën. Edhe pse kontrollet nga instancat përkatëse kryen çdo ditë, lind pyetja se sa të sigurt ndihen vetë qytetarët për ushqimet që konsumojnë. Po ashtu mbetet e rëndësishme të vlerësohet nëse janë të ndërgjegjshëm për të kryer kontrollin, veçanërisht në lidhje me datën e skadencës dhe reagimin që duhet të kenë në çdo rast shkelje. Dhe i shikojmë dhe nuk i shikojmë. Megjithatë, e vërteta duhet që ti shikojmë se ka raste që kanë skaduar. Zakonisht këto ushqimet e thata blemën e salamerit, të ndryshme llojet, jo sardele, kupton, jo e të tjera. Sigurisht i shikojmë dhe vëmendja duhet patur parasysh se ndodhin dhe probleme të tjera. Duhet kontrolli patjetër. Hyrë në supermarkete, domosdoshme etiketa e para. Patjetër unë duhet ta kontrolloj. Po i kemi kontrolluar kështu zakonisht. Të mishit më shumë, të vezëve. Këto janë më që i shikojmë bulmetrat. Kurse të tjerat, jo dhe aq. Nga ana tjetër, specialistët e sigurisë ushqimore theksojnë se dhe vetë qytetarët duhet të tregojnë më shumë kujdes, duke kryer kontrolle periodike për produkte që blejnë dhe konsumojnë. Produktet e importit, të cilat ty në dogan, ato nga ana formale duhet të jenë, sepse shtetet nga kur ato importohen nga Bashkimi Evropian, nuk mendoj që ato do të jenë me certifikata ose pagje, pasi ato janë shumë të stazhonuara. Dhe ne përdorim 90% të mishit 20-30 vjetë, kur ne kemi mishin tonë të freskët këtu. Në përgjithësi ato janë të flasë për mishin dhe për produktet edhe qumështin e këto produktet. Ne ta konsumojmë produktet dhe në produktet e mishit dhe të qumështit bio, por kryesorja ka të bëj me antibiotiko-rezistencën. Ky është problemi më i madh. Dhe kjo ka të bëj me shërbimin veterinar dhe me Autoriteti Kombëtar të Ushqimit, të cilat këto instanca realisht janë. Nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Drejtoria Rajonale Gjirokastër, gjatë vitit 2025 janë realizuar 1078 inspektime, me qëllim monitorimin e zbatimit të standardeve ushqimore dhe sigurinë e produkteve. Nga këto inspektime, 10 raste kanë përfunduar me gjoba, 54 me paralajmërime administrative dhe 13 janë shoqëruar me masa urgjente për bllokimin e produkteve. Juan Landili është një nga të rinj që po jep një drejtim të ri turizmit në qarkun e Gjirokastrës. Si operator turistik, ai promovon destinacione natyrore dhe historike, duke parë turizmin jo vetëm si mundësi ekonomike, por edhe si një formë aventure dhe lidhje me natyrën. Iniciativa e tij po tërheq gjithnjë më shumë interesin e vizitorëve vendas. Të rinjt po fokusohen gjithnjë më shumë drejt turizmit, duke konsideruar atë si një nga motorët kryesor ekonomik dhe aventurier. Juan Landili është një prej tyre, i cili që prej vitit 2013 ka marrë vendim të eksplorojë destinacione të ndryshme, kryesisht brenda qarkut të Gjirokastrës. Ai tregon arsyen se pse zgjodhi këtë drejtim. Jemi një grup të rinj i përbër nga profesione të ndryshme, por që na lidhe një njëjti pasioni për natyrën dhe dëshira për të promovuar vendin tonë, kryesisht qarkun e Gjirokastrës. Kjo lindi së brendshmi është dëshira për të eksploruar natyrën, për të eksploruar sa më shumë vendin tonë, për të nxjerrë në pa dhe për të promovuar
sa më shumë pasurit natyrore që ne disponojmë, faunën, florën e zonës, dhe pse jo ja paraqisim edhe të tjerëve të huajve që duan të shohin gjëra të reja. Ne kemi vende shumë të bukura, kemi male pa fund, zona rurale shumë të bukura, histori pa fund. Lugina e Drinos është një zonë me histori që nuk mbarojnë. Ka monumente kulturore, monumente kulti, kisha, manastire, të cilat për një kohë shumë të gjatë kanë qenë në gjendje të fjetur. Jo dhe aq shumë të promovuara sa duhet. Kjo është një dëshirë që lind së brendshmi. Neve duam gjithmonë që vendi ku ne jetojmë, punojmë, kalojmë pjesën më të madhe të kohës, të jetë sa më atraktiv, sa më të regjës dhe sa më antistres. Më thonë, rutina e përditshme, punët, ngarkesa, aktivitetet monotone, bëjnë që njeriu të ketë nevojë të eksplorojë diçka më shumë, qoftë për të gjetur atë qetësinë te vetja, qoftë edhe për të parë gjëra të reja, për të mësuar gjëra të reja. Unë që vetëm plotësisht në këtë lloj sektori. Është sektor që të jep gjithmonë kënaqësi, një gjithmonë njerëz të rinj, edhe shkëmben njohuri të ndryshme me gjithë ata që vinë me njerëzit që kanë shumë përvojë në fusha të tilla. Sipas Dandilit, fundjavat janë periudhat që sjellin interes më të lartë për të eksploruar natyrën dhe destinacionet e veçanta. Aktivitetet ne ushtrojmë kryesisht në fundjavë. Fundjava është pasi njerëzit janë më të lirë për ushtrim aktivitetesh për shkak të punëve, angazhimeve të tyre. Pothuajse çdo të shtunë ose të diel kemi kryer aktivitete malore ku marrin pjesë edhe të rinj nga vende të ndryshme të Shqipërisë. Ai shton se ekziston një bashkëpunim i mirë mes operatorëve të tjerë dhe agjencive turistike. Unë bashkëpunoj me grupe të tjera, shqiptare, por edhe të huaja, të cilët kanë dëshirën për të eksploruar gjithmonë vende interesante dhe vende të reja. Unë kam pasur suportin e miqve të mi, edhe shoqatave të tjera për markimin e shtigjeve, hapjen e zonave që kemi cilësuar si zona të vdekura që janë mbyllur për shkak të faktorëve eroziv. Ne bashkëpunojmë me grupe të ndryshme që ofrojnë edhe shërbime të ndryshme, shërbime me kuaj, shërbime me automjete, off-roadi apo aktivitete të tjera. Ne kryesisht i kryejmë me këmbë, kryejmë hiking, aktivitete climbing, ngjitje në shkëmbinj, japin leksione të ndryshme për menaxhimin e situatave emergjente, që të rinj të përgatiten në rast situatash, si duhet veprojnë, si duhet japin ndihmën e parë. Nga një udhëtim, përfitimet janë të shumta, por kërkohet edhe përmbushje disa standardeve për të garantuar cilësi dhe siguri. Së paku duhet të ketë një përgatitje fizike të mjaftueshme për të ngjitur një terren malor. Duhet jeti pajisur me pajimet e duhura, gjë e cila nuk neglizhohet. Ne këto i diskutojmë përpara çdo lloji nisjeje, kriteret, kushtet, temperaturën, motin si do jetë, gjatë kohës që ne do ushtrojmë aktivitetin. Padyshim edhe aksesorët e tjerë që jo vetëm duhet i disponojmë, po dhe duhet dinë dhe ti përdorin, sepse mali është terren i vështirë dhe mund të hasesh me probleme të ndryshme, gjëra të cilat je detyruar ti menaxhosh vetë, sepse në ato zona, në pjesën më të madhe të tyre, pajisjet telefonike nuk kapjen për të kërkuar emergjencën, kështu që ajo do një përgatitje pothuajse minimal mesatare. Destinacioni para pak ditëve ishte Mali Gjër, ku një grup vizitorësh patën mundësinë të njihen nga afër me bukuritë natyrore të zonës. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vim.